Kombëtarja shqiptare mori një fitore të lehtë në arenën kombëtare brëmbi në së hënës, Kuqezin të drejtuar nga Silvinjo që luafon me rezultatin 3-0 përballë Andorrës. Një nga protagonistët kryesor në këtë ndeshje ishte sulmuesi Armand Dubroja, ylli i Shqipërisë dhe Evertonit, që përgjeu në fushën e lojës ku performancës së tij shtoi edhe një asist, të cilin e dha në golin e tij të shënuar nga Ray Manaj. Ndërkohë që para pak minutash Broja ka reaguar në rrjetet sociale. I lumtur që kthehem, shkrua 23 vjeçari në Instagram, duke treguar që është tepër i kuzuar kur luan me kombëtare shqiptare. Shqipëria ka bërë detyrën në Tiranë teksa ka mundur me shifra 3-0 Andorrën në ndeshjen e dytë kualifikuese të Botrorit 2026. Një sfidë ku trajneri Silvinjo ndryshoi plotësisht tërpartin e sulmit pasi duhej bërë lojë ofensive, Kuqezin krijonin me Brojën dhe finalizonin me Manejn, i cili tundi dy herë rrjetën në pjesën e parë. Në fraksionin e dytë të lojës, skuadra Kuqezi mendoi më shumë të administronte minutat dhe goli i fundit erdhi vetëm në shtesë në Onsonin për të vullosur një sukses 3-0.